Përket zyrës edhe sa i përket udhëheqësit nuk pajtohem asesi për shkak se unë njoh shumë mirë zotrin Besnik Bislimi, i cili është një ekspert, nuk po them politikan, as nuk po them që merr vendime politike. Unë nuk ja kontestova ekspertizën, Besniku se njoh edhe unë. Tash është i vendosur në ekonomi është ekspert shumë i mirë. Tash është i vendosur për mbikëqyrje të projekteve edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin zhvillimor, edhe jam i bindur që çaja zyre ka me funksionu më ndryshe se sa deri më tani, sidomos në aspektin e mbikëqyrjes së projekteve të mëdha që janë me interes për Kosovën. Deta tha, a do të mund që mos ta nënvizoj, a do të mund zyre, a do të jetë Bislimi ai që do të thotë jo. I delivery unit ai nuk mundet as të thotë jo. Zotri Bislimi është i vendosur aty si ekspert jo për të investim politika, kanë bërë ministri edhe kanë dështu. Kjo është një lloj versioni i Kosovës delivery unit thonë i Blairit. Delivery unit që ka bërë qeverinë Anglisë. Që ka thonë qështu nëse donë me shty për para diçka në vendin tonë, dush me pas një trup mbikëqyrës. Do më thonë është një model shumë i mirë, apo? Modeli nuk po kontestoj unë, thash modeli është i keq, po unë qajo zyre nuk ka me mri me e kry. Ti obligosh me sukses sot. Nesër mas nesër, nëse mrin me e kry punën, ma qesin video ato që që ki folë. Në atë zyre, unë e di shumë mirë, ka ekspert të cilët Së është punë ekspertize ajo punë. Nuk është punë ekspertize. Jo, ajo është bëjmë ekspertize. Ajo është punë ekspertize. Muja, pse kjo heshtje në raport me këtë projekt? Nëse më lejon, unë mendoj që këto janë zhvillime shumë pozitive, edhe